Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjellë një recetë për të servirur në një mënyrë tjetër patatet. Është një recetë shumë e mirë, shumë praktike dhe mund ta përdorni ose për drekë ose për darkë. Ndryshe nga herët e tjera kur patatet zakonisht i servirim në formën e gjellës apo edhe të tavave të ndryshme, këtë herë vendosa që t'ua sjell pak ndryshe versionin e patateve. Ju duhen vetëm 4 patate dhe ua garantoj që në fund fare do përftoni një drekë ose darkë shumë të shijshme. Le të nisim me përgatitjen e recetës. Siç ju thash, na duhen vetëm 4 patate, të cilat i kemi qëruar dhe i kemi larë mirë, edhe më pas do i grim në një rende, siç e shikoni dhe në video. Unë kam përdorur 4 patate, por në varësi të numrit të anëtarëve në familjen tuaj ose në varësi edhe të madhësisë së tepsisë, ju përdorni sa patate të keni dëshirë. Pasi i grini të gjitha patatet, i shplani ato mirë me ujë, edhe më pas patatet do i shtrydhni siç e shikoni dhe në video. Më pas tek patatet do të grim edhe 200 gram djath. Unë përdor zakonisht djath guda, këtë lloj djathi e përdor pothuajse për çdo lloj gatimi që unë përdor kur më duhet djath. Por ju mund të përdorni djath kaçkavall ose djath të lloji tjetër. Më pas tek tasi ku kemi patatet dhe djathin, do të shtojmë edhe 2 kokra vezë. Por unë vezët i kam shtuar një nga një, pra kam shtuar një në fillim dhe vezën e dytë e kam shtuar pak më vonë. Pasi kemi hedhur vezët, do shtojmë tek tasi edhe kripën, sipas dëshirës suaj, do shtojmë pak piper të zi dhe pak piper të bardhë. Edhe më pas të gjithë masën do ta përziejmë mirë, siç e shikoni dhe në video. Do e shikoni që unë gjatë kohës që kam përzier masën, kam hedhur edhe vezën e dytë. Kam vepruar në këtë mënyrë, pasi doja të shikoja se sa e lagësh do të dilte masa e patateve dhe djathit. Pasi kemi trazuar mirë masën dhe është bërë një masë kompakte, tani të gjithë masën do ta hedhim në një tepsi ku kemi shtruar letër për pjekje. Tepsia që unë kam përdorur është tepsi standarde e furrës, por ju mund ta bëni në çfarëdo lloj tepsie që keni dëshirë. Pasi hedhim masën e djathit dhe të patateve tek tepsia, do ta shtrojmë të gjithë masën dhe e nivelojmë mirë, siç shihet edhe në video. Pasi mendoni që gjithë masa është gati dhe është niveluar siç duhet, mos harroni të hapni furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius. Mundohuni ta niveloni sa më mirë masën e patateve në tepsi, në mënyrë që masa të dalë e njëtrajtshme dhe me trashësi të njëjtë kudo. Do e fusim masën e patateve që të piqet në furrën e nxehtë për të paktën 20 minuta, ose derisa të shikoni që në pjesën e sipërme të patateve do të shfaqen shenjat e para të pjekjes. Ndërkohë që patatet piqen në furrë, ne do të përgatisim edhe mishin e grirë ose kaurdin që na duhet për këtë recetë. Do hedhim një thelpi hudhër të grirë. Pasi hudhra lëshon aromën e saj në tigan, do shtojmë edhe 2 qep të grira. Siç ju thash, do bëni harç në varësi të tepsisë dhe në varësi të anëtarëve të familjes suaj. I skuqim qepët derisa të zbuten. Edhe në këtë moment do shtojmë në tigan edhe një specë të grirë. I kaurdisim së bashku të gjitha derisa të zbuten. Dhe tani do shtojmë mishin e grirë. Unë kam përdorur vetëm 200 gram mish të grirë. Por ju nëse keni më shumë patate, atëherë do të duhet më shumë mish i grirë. E lëm mishin që të gatuhet derisa të shikoni që mishi ka lëshuar lëngun e vet në tigan dhe ka filluar të ndryshojë ngjyrë. Tani do i shtojmë edhe 2 domate të vogla të prera imët dhe i lëm që të gatuhen në zjarr mesatar, derisa të shikoni që domatet pothuajse janë tretur.
Në tigan do shtojmë edhe krip, piper të zi dhe piper të kuq sipas dëshirës suaj. Kur e shikoni që mishi është gatuar siç duhet, e heqim nga zjarri. Pasi kaurdia me mish të grirë është gati, e heqim dhe tavën nga fura, edhe e lëm që të pushoj për të paktën 5 minuta. E lëm që të pushoj tavën në mënyrë që pjesa e letrës të shkputet kollaj nga masa e patateve gjatë kohës që e rrotulloj masën e patateve. Pasi kur është e nxehtë, është pak më e vështirë për të rrotulluar, por e keni dhe më të lehtë procesin kur e keni pak të ftohtë tavën me patate. Pasi kanë kaluar rreth 5 minuta që keni hequr pjesën e patateve nga furra, tani i shtoni sipër pjesën e kaurdis me mish të grirë, e shtroni dhe niveloni mirë mishin e grirë sipër patateve, edhe më pas do e rrotulloni pjesën e patateve siç duket edhe në video. Do ta rrotullojmë pjesën e patateve njësoj siç veproni kur përgatisni kek rolladë, pra kek që e rrotulloni. Pasi keni përfunduar pjesën e patateve së rrotulluari, tani të gjithë masën do e fusim në furrë sërish edhe për 15 minuta të tjera. Po të doni gjatë kohës që e fusni në furrë, mund t'i hidhni dhe pak djathë sipër. Por unë nuk i kam shtuar asgjë, thjesht e kam futur në furrë dhe i kam lënë që të piqet edhe për 15 minuta të tjera në 200 gradë Celsius. Pas 15 minutave, të gjithë masën e kam hequr nga furra edhe më pas e kam prerë, siç e shikoni dhe në video. Unë më garantoj që kjo recetë është shumë e shijshme dhe është një mënyrë shumë e mirë për të serviru patatet në një formë tjetër. Por pse jo edhe një metodë kur keni miq apo mysafir në shtëpinë tuaj dhe në fund fare të gjithë do ta pëlqejnë këtë recetë. Nëse u pëlqeu si metodë, mos harroni të jepni kësaj recete një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos harroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bash do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.